Faleminderit. Zonja Elisa, që në fakt vjen as pak nga bota e çuditërave, por nga ajo e lidhur me krimin dhe me bandat, e cila ka një histori të gjatë në këtë fushë, si në Shkodër, në Vor, po lidhjen me bandat dhe krimin në Vor, për zgjedhjet e fundit, meqense ishte në listë të mbyllur, ja kaloi kolegut të saj, Blendi Gonxhës. Elisa na ishte mërzitur për rezolutat të miratuara së fundi nga 109 parti të qendrës së djathtë dhe të djathta, nga deklaratat që u bën dje në Asamblenë Parlamentare, në Asamblenë Politike të Partisë Popullore Europiane, në gjirin e të cilës janë 15 kryeministra, si dhe drejtuesit e institucioneve të Bashkimit Evropian. Por më tepër, duke abuzuar me postin, po shkel edhe rregulloren, dhe këto po e bën vetëm për një qëllim që mbase Edi Rama do ta promovojë. Dhe më besoni që lufta e brendshme shpeshherë është më e ashpër se sa ajo e jashtme. Nuk e di, shpresoj Elisa që ta marrësh atë post që ti po e kërkon, duke shkelur në mënyrë sistematike çdo herë, në çdo seancë rregulloren dhe duke shkelur dhe të drejtat e opozitës. Nuk do merrem fare me atë që juve folët me konferencën tuaj të mbushur plot me mashtrime, sepse këtë herë as propaganda e Edi Ramës, e qeverisjes dhe e juaja, e cila financohet me para të krimit dhe të narkotrafikut, nuk e mbuloi dot. E pat qëndrimin e Partisë Popullore Europiane, i qartë, nuk ishin zgjedhje, ishin fars. Dhe këto bazuar mbi raportin paraprak, atë të cilin ju po mundoheni që ta ndryshoni, të misioneve vëzhguese, ishin 4 institucione që folën një zëri për farsën elektorale, që folën për abuzimin me burimet humane dhe financiare, me abuzimin me postin, që folën për intimidimin, për shitblerjen e votave, për lidhjen me krimin. E dëgjua se çfarë tha edhe Michael Galler, dhe ai nuk flet në emër të tij si europarlamentar, po foli dje qartazi, si drejtuesi i misionit të vëzhguesve të Parlamentit Evropian në zgjedhjet në Shqipëri, dhe s'kishte nevojë fare as ta brifonim, as ta informonin, ka qenë vet, i ka parë vet, i ka prekur vet, kishte folur vet me votuesit pranë qendrave të votimit, kishte parë terrorin tek fjala e tyre, tek qëndrimi i tyre, siç nuk kishte ndodhur kurrë më parë. Terrorin që unë vet personalisht e ndjeva në Vor, të cilën e mbulonte Elisa, që nuk foli një fjalë për intimidimin dhe kërcënimin që mu bë mua dhe familjes sime. Po vajti atje sikur nuk ishte ndodhur asgjë. Po le t'i kthehemi deklaratave në anglisht të djeshme. Çfarë tha Michael Galler? Struktura kriminale nuk lejojnë rotacionin, me një fjali i tha të gjitha, drejtuesi misionit të vëzhguesve të Parlamentit Evropian. Po le të kalojmë tek rezoluta që u miratua vetëm para disa ditëve nga 109 parti. Çfarë thot rezoluta e CDI-s, Unioni Ndërkombëtar Demokrat? Riafirmojmë rëndësinë themelore të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Kujtojmë rezolutat e mëparshme PPE, IDU, CDI. Shprehim shqetësimin e thellë që gjetjet e misioneve ndërkombëtare të vëzhgimit mbi zgjedhjet e 11 maj 2025 në Shqipëri. Ngren shqetësimin e thellë që këto zgjedhje ishin një farsë politike, e thon 109 parti, që dështuan të përmbushin standardet ndërkombëtare dhe shkelën kriteret e Kopenhagenit. Cilat ishin kriteret që u shkelën? E përmend rezoluta qartë. E para, liria e votuesve për të zgjedhur është paragrafi 7.7 i dokumentit të Kopenhagenit. Të gjitha standardet u shkelën. Të gjitha kriteret e Kopenhagenit u shkelën dhe e thon CDI-ja, e thon 109 parti.
Votuesit u përballën me presion sistematik, survejim, intimidim dhe skema masive blerjes votash. Shqipëria shpërndau bonuse prej 100 euro 760.000 pensionist pak ditë para zgjedhjeve. Falim mbi 200 milion euro gjoba dhe kamata nga viti 2015-2025 vetëm 2 ditë para zgjedhjeve. Rreth gjysmë miliard euro u shpërndan përmes tenderave, prokurimeve, koncesioneve në kundërshtim me ligjin, të gjitha këto për qëllime elektorale. Sekreti i votës nuk u respektua në shumë qendra votimi dhe klima zgjedhore u dominua nga frika, intimidimi, u mohua qytetarëve drejta për zgjedhje të lirë. Çfarë u shkel tjetër? Liria e shprehjes dhe aksesi në informacion, dokumenti Kopenhagenit, paragrafi 7.8. Kontrolli mediave nga partia në pushtet, censura editoriale, ndalimi politik i rrjetit TikTok, dëmtuar rënë mundësinë e votuesve për të pasur akses në informacion të balancuar dhe larmishëm. Ndarja e partisë nga shteti, paragrafi 5.4, nuk kemi më një përballë, një parti politike, nuk kishim një alternativë politike, jo, kishim një parti shtet. E ka thënë raporti para prak, e thonë rezolutat, e thonë të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar dhe drejtuesit e misioneve. Kishim parti shtet, nuk kishte vindarse nga të partisë nga shteti. Dhe ky është një nga kriteret kryesore politike të dokumentit të Kopenhagenit. Keqpërdorimi i burimeve publike. Qindra mijëra punonjës të administratës u detyruan të angazhohen në fushat përmes një rrjeti patronazhistësh. Dhjetra, qindra prej tyre përballë çdo qendre votimi, që monitoronin, banin shënim, kontrollonin, dhunonin çdo votues që guxonte të shkonte dhe që mund të votonte për opozitën dhe Partinë Demokratike. Të shkonit në Vorë, i mirë organizuar rrjeti edhe me Bexha. Unë shpresoj që nuk ja u ka dhënë KQZ-ja, po në rastin më të mirë ishin të falsifikuara, pra me Bexha të falsifikuara. Çdo votues i Vorës u dhunua në të drejtën për të votuar të lirë. Liria e votuesve për të zgjedhur u shkel, paragrafi 7.7. Votuesit, thot rezoluta, u përballën me presion, survejim, intimidim, kërcënime, blerje votash, mungesë sekreti të votës. Liria e shprehjes, paragrafi 7.8. Kontrolli qeveritar mbi median, censura, ndalimi TikTokut, pandoshkueshmëria institucionale me mungesë të hetimeve, ndëshkimeve dhe pse u bën mbi 30 kallëzime dhe mbi 200 raportime në KQZ. Unë vetë kam dorëzuar zyrtarisht 1 javë apo 10 ditë para zgjedhjeve. Kam raportuar me emra, kam raportuar me vende, me targa makinash, me numra telefon, emër për emër të gjithë antarët e bandës kriminale të xhabavdëve. Ato që bashkëpunonte dikur Elisa dhe tani Blendi Gonxha. Ku ishte SPAK-u, ku ishte policia? I ka marrë në telefon një për një, kryeprokurorin, drejtuesin e policisë, drejtuesin e krimeve. Këm polici nuk ishte, këm prokurori nuk ishte. Askush, çdo votues në Vorë u ishte i vetëm përballë një bande kriminale. CDI dënon manipulimin e procesit zgjedhor përmes kapjes së shtetit dhe bashkëpunimit me krimin, persekutimi gjyqësor të liderëve të opozitës përfshirë Sali Berishën, Ilir Metën, Fatmir Mediun, Ervin Salianin, Fredi Belerit, pas dëshkueshmërinë institucionale dhe i bën thirrje autoriteteve të zbatojnë me urgjencë rekomandimet prioritare OSBE-ODIR, të ndalojnë persekutimin politik, të krijojnë një qeveri teknike kujdestare për të mbikëqyrur reformat për antarësimin BE dhe përgatitur zgjedhje të lira, të garantojnë pluralizëm mediatik. CDI shpreh solidaritet me Partinë Demokratike, u bën thirrje antarëve që të dërgojnë mision vëzhgime. Unë e kuptoj që juve ju ka tmerruar që minimumi 2 misione janë gati për të ardhur, misione fakt mbledhse. Janë gati për të ardhur në Shqipëri. Një nga Parlamenti Evropian, që u diskutua dje në AFET, dhe një tjetër nga Partitë Popullore Evropiane. Do vinë përsëri, do vinë në Shqipëri, për të parë vetë lidhjen e qeveritarëve me krimin, për të parë vetë, për të biseduar me faktorët. Nuk ka më propagandë që mbulon fytyrën e zezë të krimit. Në fund, unë e di që betejë me bandat dhe ata që i mbështesin është e vështirë. Në fund të ditës, ne në politik nuk kemi hyrë për të bërë betejë me kriminalët, nuk kemi hyrë për të qenë përballë vrasësve serial apo vrasësve profesionist. Fal Edi Ramës,
jemi në këtë situatë. Një gjë ta mbani mend, ju Elisa Blendi Gonxhe, Edi Rama, nuk do i gëzoni mandatet e fituara me mbështetjen e krimit dhe të bandave dhe karteleve. Ata që guxuan të më kërcënojnë mua, familjen time, që guxuan të kërcënojnë çdo votues do më kenë pas gjithë jetën. Dhe kjo nuk është betejë që unë e bëj për veten time. Është një betejë që do e bëj për fëmijët e mi. Është një betejë që do e bëj për çdo familje shqiptare, për fëmijët e tyre që të mos përballen me këto kriminal që i mbështesni ju. Është një betejë edhe për ju, kolegë të majorancës, që Edi Rama ju ka zëvendësuar me përfaqësues të krimit dhe të bandave, dhe nuk do jeni më përfaqësues të popullit. Faleminderit. Nuk kam replik me ju, zonja Vokshi, sepse vërtet nuk ja vlen. Unë replikën time e bëra, po të them që ti po shpif, ti po sajon, ti po shpif në emrin tim. Ndoshta ti dhe ai që ken krah keni më shumë njohje me njerëz me cilët unë nuk i njoh as për fytyrë, as për emër, as kush janë, as çfarë përfaqësojnë, zero. Po sigurisht se t'jeni ju në listën e mbyllur të Partisë Demokratike, nuk do kishte me këtë gjuhë, me këtë sjellje, me këto shpifje, me këtë analizë që bëni ju, sigurisht atë rezultat do kornit në fund. Dhe nuk është çudi që ato 200 mbi vota mungojnë, sepse konsideroni njerëzit dele, i konsideroni të gjithë të transferushëm, i konsideroni të gjithë qytetarët shqiptar budallënd, s'ka rëndësi ku, se përmende vetëm një qytet këtu, po mund tjetë aty në Vorë, në Shkodër, në Vlorë, në Fier, në Korçë, kudo ku keni humbur ju me turp, dhe emrin tim ti personalisht nuk e përmend dot, ti nuk shpif dot për mua, ti nuk sajon dot njohje të mijat me këdo, unë po të them që sa ko të vazhdoni kështu, sa ko t'jeni ju personalisht me këtë gjuhë, me këtë qasje, ndaj këtij vendi dhe ndaj Shqipërisë, edhe aty në Bruksel paturpsisht, ku nuk flisni as me gjuhën e Odirit apo të raporteve tjera që na i përmend këtu, po flisni me gjuhën e atyre që historikisht as guxojnë më të flasin për Shqipërinë në atë mënyrë, se si reputacioni i Shqipërisë, ashtu dhe emri i Shqipërisë, ju nuk e tërhiqni dot në fund dhe nuk e çoni dot në fundin ku jeni vetë, por po të them një gjë, kjo është hera e fundit që unë ju përgjigjem juve dhe qytetarët shqiptar ua ka dhënë përgjigjen me votë. Zot t'ju falë se nuk dini ç'bëni andej në për rrugët e botës, po populli e di mirë se ç'bëni, prandaj edhe nuk ju ka falur. Vijojmë, Zoti Xhafaj ka fjalën, përgatitet zonja Ulliri. Okay. Zonja Ulliri ka fjalën, përgatitet zonja Ulliri nuk është, atëherë Oerd deputeti Bylykbashi ka fjalën, përgatitet deputetja Hoti. Po, për procedurë. Mos e ke pronë private, se ke